Një skandal i madh pas të cilit del emri Agimi Ismailit ka dalë në dritë. Skandali i përket kohës që ky i fundit ishte në krye të institucionit të burgjeve, pra drejtor në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Bëmat e Agimi Ismailit, që në fakt e shkruar e zeza mbi të bardhë në një raport të detajuar të kontrollit të lartë të shtetit, tregojnë shkelje të mëdha dhe dëm ekonomik mbi të gjitha, rrezik për jetën e të burgosurve, duke futur në burgje ilaçe të skaduara. Raporti KLSH-s nënvizon në 10 faqe dhe dokumente se gjatë drejtimit të institucionit të burgjeve nga Agimi Ismaili, institucionet e vuajtjes së dënimit janë përmbytur nga ilaçe të skaduara. Jo vetëm një institucion i vuajtjes së dënimit, por pothuajse të gjitha burgjet në Tiranë, Berat, Tepelen e të tjerë. Çfarë ka ndodhur? Në kohën kur Agimi Ismaili drejtonte burgjet, në raportin e KLSH-s, thuhet se nga shqyrtimi i listës së ilaçeve të skaduara në të gjitha burgjet, konstatohet se pothuajse në të gjitha IEVP-t kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje duke mos u përdorur asnjëherë, çfarë tregon se blerjet e këtyre ilaçeve janë të pambështetura në planifikime që burojnë nga nevoja konkrete. Për më tepër, ky raport tregon edhe skandalin se janë bler ilaçe të skaduara. Nga shqyrtimi i medikamenteve të skaduara në 22 IEVP dhe qendrën spitalore të burgjeve, gjatë vitit 2020 u konstatua se vlera e medikamenteve të skaduara është 1.863.910 lekë. Nëse shihet data e hyrjes së këtyre medikamenteve në burgje, rezulton se pothuajse të gjitha kanë hyrë në vitin 2019. Nga kjo rezulton se 10% e vlerës së furnizimit me medikamente nga kontrata e vitit 2019 ka skaduar po në atë vit. Kjo vjen së pari nga pranimi i medikamenteve në kundërshtim me kushtet e kontratës sa i përket afatit të skadencës, ku në specifikimet teknike të kontratës përcaktohet se medikamentet duhet të kenë afat skadence jo më pak se 1.5 vite, nga momenti i pranimit në magazinën e DPB-s dhe së dyti nga një proces planifikimi pa bazuar në nevoja konkrete. Nga shqyrtimi i listës me medikamente të skaduara në të gjitha burgjet, konstatohet se pothuajse në të gjitha IEVP-t kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje duke mos u përdorur asnjëherë, çfarë tregon se blerjet e këtyre medikamenteve janë të pambështetura në planifikime që burojnë nga nevoja konkrete, thuhet në raportin e KLSH-s. Futja e ilaçeve të skaduara nuk ka ndodhur vetëm në një burg të vendit, por te të gjitha. Gjithashtu ilaçet nuk janë përdorur asnjëherë, pra blerja e tyre është planifikuar pa u bazuar në nevoja konkrete të burgosurve. Nga shqyrtimi i listës me medikamente të skaduara në të gjitha IEVP-t, konstatohet se pothuajse në të gjitha IEVP-t kanë skaduar medikamente në atë sasi që janë bërë hyrje duke mos u përdorur asnjëherë, çfarë tregon se blerjet e këtyre medikamenteve janë të pambështetura në planifikime që burojnë nga nevoja konkrete. Konkretisht rezultoi se në IEVP-n Berat në 3 medikamentet e skaduara gjatë 2020-s kanë skaduar në po atë sasi që janë bërë hyrje gjatë vitit 2018 dhe 2019. Në IEVP-n Minepeza nga 25 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që janë kërkuar. Në IEVP-n Tepelen nga 18 medikamente të skaduara, 7 prej tyre kanë skaduar në atë sasi që janë kërkuar. Përveç kësaj konstatohet se edhe pjesa tjetër e medikamenteve të skaduara, 77 medikamente në qendrën spitalore të burgjeve dhe 181 medikamente në IEVP është përdorur në sasi të vogla nëse bëjmë krahasimin me sasisë së hyrë dhe sasisë së skaduar. Konstatohet se gjatë 2019-s janë ribler disa medikamente të cilat edhe pse të papërdorura dhe si pasojë të skaduara gjatë po këtij viti, porosia për to ka ardhur në rritje. Konkretisht medikamenti Buskolamin ampull në 2018 rezultoi të jetë bler në sasinë 6400 copë dhe nga këto në 2019 skaduar 3620 copë ose rreth 57% e sasisë së bler. Konstatohet se në 2019 ky medikament është bler në sasinë 7000 copë, pra më shumë se një vit më parë, edhe pse më shumë se gjysma e sasisë së bler skadoi duke vënë në dyshim nevojat reale për këtë artikull. Po ashtu edhe nga sasia prej 7000 copësh të blera në 2019, skaduan 1770 copë në 2020. Kjo tregon mos planifikim të drejtë sipas nevojave për medikamente në 2019 dhe përdorim të fondeve pa eficiencë dhe efektivitet në kundërshtim
me ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin, thuhet ndër të tjera në raportin e KLSH-s. Ndërkohë kjo praktikë skandaloze nuk ka ndodhur vetëm një herë, por vazhdimisht. Nga auditimet e KLSH-s ka rezultuar se ilaçet e skaduara janë blerë sërish dhe në sasi më të mëdha. Gjatë vitit 2019 janë ribler disa medikamente të cilat edhe pse të papërdorura dhe si pasojë të skaduara gjatë po këtij viti, porosia për to ka ardhur në rritje. Konkretisht, medikamenti Buscolamin ampull në 2018 rezultoi të jetë blerë në sasinë 6400 copë dhe nga këto në 2019 skaduan 3620 copë ose rreth 57% e sasisë së blerë. Konstatohet se në 2019 ky medikament është blerë në sasinë 7000 copë, pra më shumë se një vit më parë, edhe pse më shumë se gjysma e sasisë së blerë skadoi, duke vënë në dyshim nevojat reale për këtë artikull. Në vijim konstatuam gjithashtu se IEVP-t nuk raportojnë në sektorin e shëndetësisë në DPB çdo muaj lidhur me konstatimin mujor, gjendjen dhe afatet e skadencave, duke mos zbatuar në këtë mënyrë urdhrin e drejtorit të përgjithshëm. Sa më sipër tregon se IEVP-t nuk bëjnë planifikim sipas nevojave reale për medikamente, duke ekspozuar vazhdimisht institucionin përballë riskut të shpërdorimit të fondeve publike. Për sa më sipër konkludojmë se vlera prej 1.863.910 lek e medikamenteve të skaduara është dëm ekonomik, përmendet më tej në raportin e KLSH-s. Të gjitha këto faktet e evidentuara në raportin prej qindra faqesh të kontrollit të lartë të shtetit përbën një abuzim dhe shkele të rëndë për mënyrën se si në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit në Shqipëri janë futur ilaçe të skaduara, duke rrezikuar seriozisht jetën e të dënuarve nga njëra anë dhe duke zbuluar një anë tjetër të errët, atë të blerjes së ilaçeve të skaduara apo në prag skadimi.